Duke konsideruar rastin e shtetasës amerikane Vasfie Krasniqi, e cila u dhunua gjatë luftës në Kosovë që për krimin nuk u dënua askush, disa nga kongresistët amerikan kanë propozuar një rezolut që kërkon drejtësi për të gjithë të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Aty edhe autoriteteve kosovare u kërkohet të përshpejtojnë trajtimet e rasteve të përdhunimeve dhe sulmeve seksuale gjatë luftës, derisa nga qeveria e Serbisë të siguroj që autorët të ekstradohen në Kosovë. Ndërsa, administratës amerikane i kërkohet të financoj projekte që përfshin trajnimin e gjyqësorit, si dhe financimin e një qendre të rehabilitimit fizik e psikologjik nga traumat. Një hapitil i marrë nga ligjvënësit amerikan është mirëpritur nga presidentja Vjosa Osmani. Zërat e të mbijetuarve tanë, si ai i Vasfies dhe Shëretës, thyen heshtjen dhe u dhan forcë mira të tjerëve. Për të gjithë ata, drejtësia nuk është një zgjedhje, ajo është një drejtë e mohuar prej kohësh, pres me padurim miratimin e kësaj rezolute. Derisa rezoluta pritet të votohet më vonë në Kongresin Amerikan, optimiste që do të mbështetet është edhe veprore shehu nga Organizata Medica Kosova. Mendoj që me këtë rezolut nuk do të kemi të ardhmen gjykime në mungesë, po do të kemi gjykime të autorëve të krimeve të cilët do të vendosen prapa grillave për krimet që kanë ushtruar ndaj popullatës civile. Kërkesat i vlerëson shumë të rëndësishme edhe Bekim Blakaj nga Fondi për të drejtën humanitare dhe e konsideron si hap pozitiv. Megjithatë, nuk pret që Serbia do ta zbatoj atë. Në kalumen nuk ka dhënë rezultat presioni amerikan tek qeveria serbe dhe kanë frikë që edhe me këtë rezultati mund të jetë i njëjtë, pra mos ketë vullnet politik të shtetit serb që të respektoj thirrjet. Rezoluta mund të votohet deri më 14 prill, datë në të cilën shënohet dita kombëtare për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë.